Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipër ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Personat që hanë 3 hurma arabie në ditë duhet urgjent ta dëgjojnë në këtë lajm. Nga forcimi i sistemit nervor deri te promovimi i shëndetit të zemrës dhe të syve, hurmat kanë një mori të përfitimeve të pavarura. Andaj, në vend që të kufizoni konsumin e frutave të vetme gjatë periudhës së agjarimit, provoni t'i hani ato gjatë gjithë vitit. Sipas Daily Sabah, hurmat, një simbol i bollshëm i një burimi të pasur të fibrave, kaliumit dhe kalciumit, kanë qenë ushqim kryesor i tryezave gjatë festave, që cilësohet gjithashtu si një nga frutat më të mirë dhe këshillohet që të shtohet vazhdimisht në dietën tuaj. Në vendet e lindjes së mesme dhe ato me klimë tropikale dhe shkretë të tirat, hurmat janë të shumëllojshme. Dhe përveç se janë të shijshme, hurmat janë vërtet një rezervë shëruese, veçanërisht kur bëhet fjala edhe gjatë agjerimit. Falë përmbajtjes së tyre të lartë të karbohidrateve që përmbajnë shumë energji, me një dhëvillim kaq të vogël, ato shtypën dëshirën për ushqim dhe sheqer, dhe kështu ju ndihmojnë të kontrolloni oreksin tuaj gjatë gjithë ditës. Me aminoacidet për ndërtimin e trupit, vitaminën A, B dhe C, si dhe shumë minerale të tjera si magnezi, kaliumi, kalciumi, natriumi, hekuri, zinki, bakri dhe seleni, hurmat janë me të vërtet një frut ushqyes shumë i rëndësishëm për organizmin tuaj. Sidoqoftë, ato gjithashtu përbëhen kryesisht nga karbohidrate të thjeshta, kryesisht glukozë dhe fruktozë, prandaj, si të gjitha ushqimet, moderimi është thelbësor. Kështu, specialista e ushqyerjes dhe dietave Demet Seri nga spitali në Antaken tha se konsumi i tepërt i frutave të ëmbla mund të çojë në shtimin e peshës dhe prishjes së balancës së sheqerit në gjak. Megjithatë, ajo ka sjellë disa arsye pse duhet të hani hurma rregullisht. Ato ju bëjnë që të ndjeheni më të ngopur. Hurmat janë një frut i pasur me fibër dietale të tretshme, veçanërisht me pektin. Edhe pse këto fibra, të cilat tërheqin ujin, rrisin rrjedhshmërinë e përmbajtjes në stomak, prandaj zgjasin kohën që kalon në stomak dhe sigurojnë një ndjenjë të ngopjes, citon Seri. Duke përfshirë ushqime të pasur me fibër, siç janë hurmat, në dietat tuaja, gjatë gjithë ditës do të ndjeheni më të ngopur dhe do të merrni fibër të mjaftueshme. Hurmat mbështesin imunitetin. Studimet tregojnë se hurmat mund të kenë efekte stimuluese për sistemin imunitar. Ky efekt shoqërohet me përmbrajtjen e tyre të beta-glukanit, që është një polisaharid, lloji më i mirë kompleksi karbohidrateve që këshillohet të konsumohet ndonjëherë. Përveç kësaj, hurmat përmbajnë gjithashtu sasi të larta të komponentëve fenolik dhe karotenoide. Si vitamina, të gjitha këto mendohet se luajnë një rol të mirë në mbështetjen e sistemit imunitar fal efekteve të tyre antimikrobike dhe atyre antioksiduese. Ato mund të jenë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë edhe për personat që kanë luhatje të sheqerit në gjak. Pas periudhës së zgjatur të urisë ose agjerimit, trupi ynë drejtohet drejt burimeve me karbohidrate të larta. Përkatësisht ushqimeve të ëmbla në mënyrë që sheqeri në gjak të mund të kthehet më shpejt në nivelet e tij normale. Megjithatë, për të parandaluar shtimin në peshë dhe për të shmangur parregullsinë që lidhet me sheqerin në gjak, duke përdorur përmbajtje natyrale të sheqerit të frutave, për të përmbushur nevojën tonë me diçka të ëmbël, do të ruani nivelet e tyre. Hurmat janë një zgjidhje shumë e mirë edhe për personat që tashmë vuajnë nga kapslëku. Ushqime të tilla si hurmat me fibër dietike janë të larta dhe mund të kenë pjesë të rëndësishme në një dietë të shëndetshme. Për të mbajtur gjithçka që të funksionojë pa problem, dietologët rekomandojnë të konsumoni të paktën 20 deri në 30 gram fibër në ditë. Studimet kanë treguar se rritja e marrjes së fibrës dietike rrit vëllimin e jashtëqitjes dhe shkurton kohën e saj të tranzicionit të zorëve, duke ndihmuar kështu në parandalimin e kapslëkut. Gjatë agjerimit, ju gjithashtu mund të përfitoni nga përmbajtja e pasur e fibrave të hurmave për të ndihmuar me tretjen. Hurmat janë të mira për shëndetin e zemrës. Hurmat njihen si një burim i shkëlqyer i kaliumit, një mineral thelbësor përgjegjës për ruajtjen e ekuilibrit të lëngjeve dhe elektroliteve në trup. Kaliumi është i përfshirë për sigurimin e përcjelljes nervore. Gjithashtu, ai ndihmon në ndalimin e sëmundjeve të syrit, lidhur gjithashtu edhe me moshën. Ulëmtimet tregojnë se
Një dietë e pasur me kalium ndihmon në uljen e presionit të gjakut, ruajtjen e shëndetit kardiovaskular dhe zvogëlon rrezikun e goditjeve në tru. Hurmat gjithashtu përmbajnë komponentë që ndihmojnë në parandalimin e problemeve të shikimit lidhur me moshën. Studimet kanë treguar se ato janë një burim i fortë i zeakanthinës dhe luteinës, të cilat janë llojet e karotenoideve të pranishme në indet e syrit dhe kanë veti të mira antioksiduese. Prandaj këto komponentë mendohet se janë të dobishëm në parandalimin e zhvillimit të kataraktit dhe degenerimit makular të individët e moshuar. Sistemi nervor dhe energjia e trupit do të përmirësohet. Hurmat arabe, të cilat përmbajnë në nivele të moderuar të vitaminës B1, B2 dhe niacinës, si dhe B6, ndihmojnë në plotësimin e nevojës tonë ditore për vitaminat B. Vitamina B e lartë përmendur është e përfshirë në metabolizimin e karbohidrateve, proteinave dhe yndyrnave, domethënë duke marrë energji nga këto lëndë ushqyese. Ato gjithashtu luajnë një rol të rëndësishëm në funksionet e shëndetshme të sistemit nervor. Kur jeni në nivele jo të mjaftueshme në këto vitamina, me shumë mundësi do të ankoheni për luhatjen e uljes së niveleve të energjisë, dobësisë, lodhjes dhe problemeve të përqendrimit. Kjo nuk është me rëndësi kur agjeroni, kur mjegulla e trurit është një sfidë e vërtet. Hurmat arabe janë në një zgjidhje shumë e mirë për forcën e kockave. Kur bëhet fjala për shëndetin e kockave, minerali i parë që u vjen ndërmend është kalciumi. Ceri tha se thithja e kalciumit është po aq e rëndësishme sa edhe marrja e tij. Kalciumi dhe fosfori janë dy minerale që punojnë së bashku për të mbrojtur shëndetin e kockave dhe për thithjen e tyre që rritet kur e merrni së bashku. Konsumi i hurmave, të cilat përmbajnë minerale të kalciumit, magnezit dhe zinkut si dhe fosforit çdo ditë, na ndihmon të përmirësojmë në shëndetin e kockave dhe të parandalojmë kushte të tilla si osteoporoza, citon cerit. Të freskëta ose të thata, hani gjatë gjithë vitit hurma arabie. Megjithse vlerat ushqyese të hurmave varen nga lloji i tyre, pavarësisht nëse ato janë të freskëta ose të thata, sallata e pjekur në kushtet e tyre të rritjes është po ashtu ushqyese. Falje gjatësisë së gjatë ato konsumohen kryesisht kur piqen dhe më pas thahen. Duke i tharë ato mund t'i konsumoni gjatë gjithë vitit dhe të mirat minerale dhe ushqyese që i ofrojnë trupit janë vërtet të alarmishme. Benefitet e hurmave janë të shumta për shëndetin dhe për organizmin. Këto fruta të ëmbla prodhohen nga pema e kakis, emri shkencor i të cilës është Diospyros kaki, ndërsa ato janë me origjinë nga Azia, pikërisht në kontinentin aziatik. Por cilat janë vlerat ushqyese dhe efektet më të mira të hurmave? Për më tepër, zbuloni dobitë e tyre bazuar në një prej sajteve tuaja të dedikuar shëndetit, siç është edhe Bright Side. Ato kanë fuqi të mira energjike. Hurmat ndër të tjera përmbajnë më shumë ujë, sidomos në varietetin e tyre të njohur, dhe kështu do të ndikojnë pozitivisht në rritjen e energjisë së trupit tuaj. Por ato përmbajnë edhe fibër, vitamina si A dhe C, kripra minerale, potas, kalcium, kalium, magnez, fosfor, selen dhe sodium. Falë përmbajtjes së tyre të substancave ushqyese, hurmat japin më shumë energji organizmit. Hurmat janë në një zgjidhje shumë e mirë në forcimin e sistemit imunitar. Falë përmbajtjes së vitaminës C, hurmat ndihmojnë në mbrojtjen e organizmit pra sistemit imunitar. Trupi është në gjendje të mbrohet edhe të shmangë bakterjet. Do të përmirësoni tretin dhe do të luftoni lodhjen. Hurmat ndihmojnë në tretje dhe luftojnë lodhjen, janë në fakt një zgjidhje shumë e mirë përballë shqetësimeve që lidhen me aparatin tretës dhe atë të zorrve. Ndaj janë të mira për efektet e tyre laksative falë përmbajtjes së lartë të fibrave, por nëse konsumohen të papjekura, janë të dëmshme për organizmin. Ato kanë efekte pastruese dhe diuretike për trupin. Një tjetër efekt i hurmave është efekti pastrues dhe diuretik, kjo për shkak të përmbajtjes së kaliumit, element ushqyes që ato i përmbajnë me shumicë. Konsumi 2 deri në 3 hurmave çdo ditë mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe për të marrë vlerat e tyre ushqyese në dobi të organizmit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë. Të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.